Mëngjesin e sotëm, banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 kanë zgjedhur që të jenë pozitiv dhe të kalojnë kohë me njëri tjetrin. Pra, këtë mëngjes, të gjithë ata janë mbledhur në dhomën e madhe, në dhomën ku rrinë, dhe kanë biseduar me njëri tjetrin, apo edhe kanë kënduar. Në një moment, Artani, këngëtari i njohur i dasmave shqiptare, ka filluar të këndojë këngë dasmash, dhe të gjithë banorët kanë filluar që të kërcejnë, duke pretenduar që një çift do të dalë nga ky edicion i Big Brother. Nuk dihet ende, megjithatë, duke dëgjuar këto fjalë, Mateo dhe Brikena janë vendosur në siklet dhe Brikena ka qëndruar në krevatin e saj. Dhe edhe në momentin që sfida e gongut ka rënë dhe ajo duhet të dilte në skenë për të kënduar apo për të bërë një talent që ka, Brikena ka zgjedhur që të kthehet nga ani tjetër i krevatit dhe duke mos u çuar për të plotësuar sfidën. Ndërkohë banorët kanë vendosur të këndojnë dhe nuk e kanë vënë re këtë gjest të Brikenës. Megjithatë, mendohet që Big Brother apo produksioni të marrë masa për këtë gjë, pasi ajo ka shkelur rregullat e sfidës që ju është dhënë nga vëllai i madh. Nuk dihet se si marrëdhënia midis saj dhe Mateos do shkojë, megjithatë duket se ky çift e pëlqen shumë njëri tjetrin. Dëshiron që të jetë bashkë, megjithatë faktorë të tjerë të jashtëm dhe rrethanat e bëjnë të marrëdhënie shumë të vështirë për të rregulluar edhe një herë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni që Brikena dhe Mateo do të vazhdojnë lidhjen brenda këtij edicioni apo do ta lënë pikërisht aty ku e kanë lënë, një histori e pa filluar mirë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.